Qindra qytetarë të Koçanit kanë dalur sot në protestë për të kërkuar përgjegjësi për tragjedinë që ndodhi të dielën në një klub nate në këtë qytet, me pankarta ku thuhet çdo kush mund të jetë viktimë e ardhshme vdekje për korrupsionin, duam drejtësi. Qytetarët nisën marshin protestues nga parku i qytetit dhe vazhduan para komunës së Koçanit. Nuk mund të përshkruhet. Kjo është tragjedi me gjithë shtetin. Ngushtime për fëmijët që shkuan, që duhet të jetonin, të kontribojnë, ata shkuan. Çfarë mund të protestojmë? Çfarë mund të bëjmë kur veç më është bërë? Ka instanca tani që duhet ta bëjmë punën, por nuk besoj. Ky është rezultati i vendimeve jo të mira politike. Është tragjedi e madhe, diçka që ka mundur të parandalohet, por tashmë është vonë. Ne kemi ardhur në protestë që të ngrisim zërin e popullit për ndërrim të sistemit. Në protestë kishin dalë familjarë të viktimave shumë të rinj, por edhe persona nën 18 vjeç, ndërkaq kishte edhe prej atyre që i kanë mbijetuar zjarrit dhe kanë përshkruar situatën e asaj nate. Это беше много трагично. Пожарът почна наистина много мал, но за бързо време прерасна. Ние не мислехме дека ќе биде толкова сериозно. Сите гледахме да излеземе най-бързо што можеме и да се спасиме. Мислам дека много от децата не мисля дека ќе е толкова сериозно и остана нели последни и затоа настрада. Знам дека има много повредени, навистина се надам дека ќе бидат добро. Уште сум во шок и strašno, jednostavno, čuvството е. Protesta ishte fillimisht paqësore, por më pas u tensionua para objektit të komunës. Protestuesit kanë gjuajtur me vezë në drejtim të komunës, kanë goditur dyert dhe dritaret dhe kanë thirrur kryetarin e komunës që të del jashtë. Më pas ata janë drejtuar në lokalin klasik që ishte në pronësi të pronarit të diskotekës Puls dhe kanë demoluar atë.